أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Falenderojmë vazhdimisht Allahun subhanahu wa taala. Salat dhe selamet, përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit ton të dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shëruesit të zemrave. Po ashtu, salatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë edhe familjes së ndershme të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij bujar dhe megjithatë besimtar të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që t'jemi edhe ne prej tyre. Vëllezër të dashur, Allah e shpëlbeft për prezencën dhe për interesimin që e bëni për ta mësuar dhe për të ndëgjuar për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu sa të është gjallë ka nevojë që të mësoj për fenë e Allahut azza wa jall. Jeta jon mbaron, dituria islame nuk mbaron. Kurani që nga 14 shekuj studiohet dhe komentohet dhe akoma do të studiohet dhe do të komentohet deri në ditën e gjykimit, sepse jemi duke fol për diturinë e Allahut subhanahu wa taala, e dituria Allahut azza wa jall nuk ka skej. Prandaj vazhdimisht kemi nevojë derisa të jemi gjallë, dita ditës të mësojmë diç për fenë e Allahut subhanahu wa taala, nga burimet tona të sakta dhe të pashtershme nga Kurani dhe nga Sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga thënjet e sahabeve dhe dietarëve të mëdhej. Allahu na mësoj dituri të dobishme dhe të na bëv dobi nga ajo që kemi mësuar. Vëllezër të dashur, feja islame, ligjet islame janë të dobishme për çdo vend dhe për çdo kohë. Nuk kanë kohë dhe periudhë të caktuar dhe pastaj i skadon afati, jo. Afati i fesë islame është i paskaduar. Nuk skadon. Prej ditës që e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, dhe prej asaj dite që e ka zbritur Kur'anin deri në ditën e Kiametit, me këtë Kur'an do të punohet dhe mund të zgjidh problemet më delikate që janë fjala Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse kjo feja islame është fe dhe Kur'ani është libër dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar nga krijuesi absolut, nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj, kur vjen një libër prej krijuesit, prej Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu azza wa jall na ka treguar në Kur'an që ky Kur'an është i vlefshëm dhe afati i skadimit nuk i skadon kur, nuk ka afat të skadimit deri në ditën e Kiametit. Allahu azza wa jall e ka ditë se çfarë njerëz do të vinë dhe me çfarë problemesh do të ballafaqohen, andaj e ka zbritur këtë Kur'an dhe e ka bërë urdhërrëfyes për çdo gjë dhe zgjedhës për çdo problem, pa marrë parasysh me çfarë problemi do të ballafaqohen njerëzit. Kjo është pra formula kryesore e Kur'anit dhe kjo është sekreti dhe mrekullia e Kur'anit që zgjedh problemet pa marrë parasysh në cilin do vend edhe pa marrë parasysh që
në cilë periudhë jemi edhe janë ata njerëz të cilët do të jetojnë pas nesh ose ata të cilët kanë jetuar para nesh. Urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, ligjet e Allahut azza wa jall nuk kanë përparim. Domethënë nuk janë të ligjet që kanë nevojë për më u përparu dhe për më u ndryshu këto ligje. Ligjet e Allahut subhanahu wa taala janë të pandryshueshme. Kjo është pra ligji me të cilën dallohet ligji i Allahut azza wa jall, ligjet e Allahut azza wa jall dallojnë prej ligjeve që e kanë vënë duart e njerëzve. Sot i vnojnë, nesër i anashkalojnë. Nesër tjerët i vnojnë, pas nesër i anashkalojnë. Këtë është pra dobësia e njeriut. I bën do ligje vetëm për një kohë të caktuar, pas një kohe ato ligje janë të dëmshme për vetë qenjen e njeriut. Pastaj çka? Ndodhin probleme nëpër tokë, ndodhin çrregullime nëpër tokë dhe detyrohen me i ndru ato ligjet. Pse? Sepse janë nga burimi i njeriut, nuk janë nga burimi i krijesës, e nuk janë nga burimi i krijuesit. Andaj ligjet e Allahut subhanahu wa taala nuk ndryshojnë sepse nuk kanë mangësi dhe nuk kanë dobësi, janë të vlefshme për çdo kohë dhe për çdo vend. Halali dhe harami Allahut subhanahu wa taala nuk ndryshojnë që nga koha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Atë çka e ka bërë halal Allahu subhanahu wa taala do të jetë halal deri në ditën e gjykimit. Dhe atë çka ka ndalu Allahu subhanahu wa taala dhe ka bërë haram do të jetë haram deri në ditën e gjykimit. Kështu do të jetë. Askush nuk e ka këtë drejtë që të ndaluarën ta lejoj apo të lejuarën ta ndaloj. Këto nuk ndryshojnë sepse atë që ka ndalu Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush nuk e ka atë mundësi dhe atë drejtë që ta ndryshoj dhe ta lejoj atë të ndaluar ose atë lejuarën ta ndaloj. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Sot ja u përsosa juve fen dhe ja u plotësova dhuntit e mia, ja kam plotësu unë juve dhe për fe ja kam zedh unë juve fen islam dhe këtë fe unë e pëlqej dhe dua. Allahu azza wa jall e ka përsos dhe e ka plotësu fen e tij dhe dhuntit e tija. Dhuntia Allahut azza wa jall ka qenë zbritja e Kuranit, zbritja e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala, dërgimi pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ka mbaru misioni i Allahut dhe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zbritjen e Kuranit. Allahu azza wa jall përmes pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka kompletu dhe ka përfundu procesin e fesë islame. Pra, ligjet e fesë islame nuk kanë për të ndryshuar deri në ditën e Kiametit. Prandaj o vëllezër, duke u nisur nga ky libër i mrekullueshëm i Allahut subhanahu wa taala dhe nga kjo fe e përsosur dhe e plotësuar e Allahut subhanahu wa taala, vjen ligji i mbulesës islame, ligji i mbulesës së femrës muslimane. Ky ligj është që nga koha e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall ligjin dhe dispozitat e mbulesës i ka caktuar dhe i ka përsos dhe këtë proces e ka përfunduar që nga koha e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por çdo herë dhe shpesh ndëgjojmë në për media ose aty këtu dalin dialogje të ndryshme për mbulesën e femrës muslimane. Jo duhet me qenë ashtu, jo nuk duhet me qenë kështu dhe mundon me ndryshu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, e ky urdhër i Allahut azza wa jall nuk pranon dialog, sepse është një urdhër i prem i Allahut subhanahu wa taala, është ligj i Allahut azza wa jall me të cilën adhurohet Allahu subhanahu wa taala.
Me këtë ligj, femrat besimtare muslimane adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Është një nga adhurimet e Allahut subhanahu wa taala, sikurse namazi, apo zeqati, apo urdhra tjera të Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është një prej adhurimeve dhe prej urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, me të cilat janë dalluar femrat muslimane. Andaj, muslimaneja nuk duhet me i ndëgju ato zëra me të cilat mundohen me ndryshu dhe me nxjerr origjinën e mbulesës. Dikush tenton me largu fare mbulesën, dikush tenton me ndryshu origjinën e mbulesës, mos me lën ashtu që ka lën Allahu dhe Muhammedi, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto dialogje kur kanë ndodhur të ndryshme dhe mjetet e informimit e kanë bërë të vetën, sot shohim shumë prej muslimaneve të cilat janë mashtruar pas këtynve mjeteve të dezinformatave islame që janë mundu me ndryshu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, pra konkretisht urdhrin e mbulesës. Në kohët e fundit po shohim një kthes tek masa e gjerë e muslimanëve në përbot dhe tek njerëzimi, duke u kthyer ka islami. Një gjë e mirë, por po shohim se kthimin që ka janë duke bërë në islam ka mangësi dhe ka nevojë që të kthehen në origjinën e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Ka nevojë që të kthehen në bazamentin e fesë islame. Po i shohim disa po kthehen në fen islame, por jo që shka kërku bash Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po mundohen diqysh me i thënë vetes musliman, por duke mos janë shkalu disa epshet çka i kanë ata njerëz në logjikën e tyre dhe në veten e tyre. Pra mundohen edhe me qenë musliman, por edhe pa janë shkalu anën e modës. Kështu ka ndodhur edhe me besimtarët, me motrat tona. Mundohen që të mbulohen, por jo që shë ka kërku Allahu subhanahu wa taala, por pak mundohet edhe mja përshtat kohës dhe modës dhe rrethines ku është duke jetu. Rrethinat dallojnë. Rrethina jonë nuk është sikur se rrethina e Parisit, ajo e Parisit nuk është sikur se e Stambollit, ajo e Stambollit nuk është sikur se atje në Afrikë e kështu me radhë. Andaj gjithë muslimanët janë të thirrur prej anës së Allahut subhanahu wa taala që adhurimin dhe fen e tyre ta kthejnë në bazat origjinale, në bazat fundamentale të fesë islame në Kur'an dhe në Sunnet. E jo t'i kthejnë sipas rrethanave ku janë duke jetu dhe sipas të ashtu quajtura traditat në ato vende, se tradita e kinezëve dallon prej traditës së shqiptarëve, tradita e shqiptarëve dallon prej traditës së turqëve kështu me radhë. Ne jemi duke folur për musliman. Pra muslimani duhet me praktiku fen islame. E në qoftë se tradita nuk kundërshtohet me fen islame, praktikohet edhe tradita, nuk ka problem. Po në qoftë se ndonjë traditë, ndonjë populli, ndonjë vendi kundërshtohet me urdhat e Allahut subhanahu wa taala, ajo traditë bjer poshtë dhe duhet për të praktikuar fjala dhe urdhi i Allahut subhanahu wa taala. Këto janë pra urdhrat dhe bazat e fesë islame. Sa i përket kuptimit të hijabit të mbulesës në islam. Çka do me thonë mbulesa dhe çfarë kuptimi ka mbulesa, ose për ndryshe që thuhet hijabi. Në gjuhën arabe fjala hijab
në gjuhën shqipe është përkthyer pra me fjalën mbulesë. Fjala hijab do të thotë në terminologjinë gjuhësore, në gjuhën arabe do të thotë ndalim, pra ose pengim, pengesë ose mbulesë. Në gjuhën arabe do të thotë pengesë ose mbulesë. Pra diçka çka të pengon dhe ta ndalon shiqimin, nuk mundesh me pa pasaj se çka ka. Nga kjo është marrur edhe pra mbulesa islame, nga ky kuptim, nga terminologjia gjuhësore. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala fjalën el hijab, fjalën mbulesë e ka përmend në 8 ajete. Dhe në gjitha këto ajete ka pasur për qëllim diçka me pengu dhe me largu nga shiqimi. Si për shembull, e kemi një ajet ku thot Allahu subhanahu wa taala wa bainahuma hijab. Kur flet Allahu azza wa jall për popullin e Arafit, këta popull të cilët ju kanë bashku mëkatet dhe sevapet. Nuk i në surën e Araf e keni këtë gjë. Ata nuk janë njëherë as në xhennet, as në xhenem. Janë të rrezikuar që të dënohen dhe kanë dëshirë që të hyjnë në xhennet. Këta janë që shpëblimet edhe mëkatet ju kanë barazu. Dhe thot Allahu azza jall wa bainahuma hijab, dhe mes tyre ka një farë pengese që nuk kanë mundësi me i pa. E keni këtë gjë në surën El Araf. Thot Allahu azza jall në surën tjetër, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Allahu azza jall nuk flet me njerëzit përpos me shpallje, pra me pejka për qëllim me pejgamberët, përpos me anë të shpalljes ose pas pengesës. Pra ose pas pengesës. Hijabin e ka quajtur Allahu azza jall pengesë. Pse? Sepse ta mbulon të pamurit, e mbulon atë se nuk ke mundësi me pa. Thot Allahu në një jetë tjetër, kella innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun, në surën Mutaffifin. Thot Allahu azza jall, jo për Zotin, jo për Allahun, ata nga Allahu në ditën e Kiametit janë të ndaluar dhe janë të penguar. E kanë për qëllim Allahu azza jall se banorët e xhenemit nuk kanë mundësi me pa Allahun subhanahu wa taala, janë të penguar nga jo. Thot Allahu, pa e kanë hijab para tyre dhe mes Allahu dhe mes tyre. Kanë hijab, pra kanë pengese, nuk mujnë me pa Allahun azza jall. Në surën Maryam, Allahu azza jall e cilëson Maryam dhe thot fattakhadhat min dunihim hijaba. Dhe Maryami mes saj dhe mes njerëzve e ka vënë një hijab, pra një pengesë që mos të shihen. Allahu azza jall po ashtu ka thënë në Kur'an, wa idha sa'altumuhunna shay'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ajeti tjetër. Thot Allahu azza jall, edhe ju obligim për besimtarët, për sahabët. Kur kërkoni diçka prej nënave të besimtarëve, pra prej grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë kërkoni prej tyre pas pengesës, pas perdes. Kështu pra, nga këto ajete, nga terme gjuhësore, është marrur edhe urdhni Allahu subhanahu wa taala këtë emërtim e ka marrë, pra mbulesa, hijabi, për ndryshe pra pengesa. Hijabi, mbulesa në fen islame, definimi i mbulesës në fen islame është pra ajo çka e pengon femrën nga shiqimi i njerëzve. Pengesa e cila e pengon femrën nga shiqimi i njerëzve me qëllim që të mbrohet ajo femër dhe nderi i saj. Pra, mbulesa islame me të cilën veshet motra muslimane, vajza muslimane, ajo kështu me këtë mbulesë mbrohet nga dhe pengohet nga shiqimi i burrave të huaj dhe mbrohet nderi i saj dhe identiteti i saj. Allahu subhanahu wa taala e ka ditur se me çka mundet njeriu
dhe një mashkull i huaj mi largu shiqimet e tia, vetëm se me mbulesën e femrës. Andaj, në momenti kur të mbulohet femra, mashkulli dhe burri i huaj, që nuk e ka domethënë bab, vëlla, e djalë, pra një i huaj, nuk ka epsh dhe nuk ndin epsh drejt për drejt ndaj asaj. Ajo pra, në bëhet në atë moment kur ta mbulon një vajzë, një femër muslimane, trupin e saj, ajo bëhet një grua jo provokuese për mashë tjerë. Në të kundërtën, në qoftë se një grua, një vajzë, zbulohet, atëre automatikisht është provokuese për burrat dhe për meshkujt tjerë. Këtë gjë pra, të gjithë e dim dhe të gjitha të femra e din se kur të zbulohen, se si shikohen nga mashit dhe nga burrat e huaj në rrugë. Allahu na uzoft neve dhe gjithë njerëzit dhe po ashtu edhe gratë dhe femrat muslimane, që të mbulohen dhe të kenë turp para meshkujve, dhe para të kenë turp para meshkujve duhet të kenë turp para të madhit Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa idha lam tastahi fasna ma shi't." Në qoftë se nuk ke turp, atëherë vepro çka të duash. E për fat të keq, o vëllezër të dashur, sot tek femrat të cilat e quajnë veten muslimane, është të humbur turpi nga ato. Është të humbur turpi, kështu që fjala turp ka met e pa definume, nuk ka definicion, po ta pyesësh çka është turp, nuk din me ta definu fjalën turp. Pse? Se është vesh prej çdo gjëje çka quhet turp. Dhe vepron çmos dhe del prej shtëpisë të saj në mënyra të ndryshme, gjë që ka qenë turp para 20-30 vite, ajo me dal në atë moment ose në atë formë, ose nëna e saj me dal në atë formë, ose vajzat tjera muslimane të cilët kanë qenë në atë kohë. Ka qenë turp dhe ka qenë marrë. Një grua kur del e mbuluar, vetvetiu shiqimi i njeriut largohet prej saj. Këtë gjë e ka thënë Allahu Azza wa Jall, dhe do t'i cekim pak më vonë pra edhe këtë ajet. Andaj, dietarët, duke u nisur nga këto urdhra të Allahut subhanahu wa taala dhe nga suneti i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kanë vënë kushte të mbulesës. Pra duke u bështet në ajetet e Allahut dhe në hadithet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjë që muslimania me ditë se si mu vesh dhe me ditë se kushtet e veshjes islame çka janë. Çdo urdhër i Allahut azza wa jalla ka kushtet e saj. Që me ato kushte pranohet adhurimi, ai lloj i atij ibadetit. Kushtet e namazit dihet se çka janë. Në qoftë se prishet ndonjë kusht, dhe anashkalohet ndonjë kusht, nuk ekziston ai ibadet dhe nuk quhet namaz. Kushtet e agjerimit dihet se çka janë. Në qoftë se nuk i përmbahemi njërës për atyne kushteve, nuk quhet më agjerim. Kushtet e zakatit, kushtet e abdesit, kushtet e pastërtisë, kushtet e islamit. Në qoftë se ndonjëra prej kushteve të islamit nuk ekziston, ai njeri nuk është musliman. Dihet se çka janë kushtet e besimit islam. Pa ndonjë kusht të besimit islam, a ka mundësi që njeriu më u quajt 6 kushtet e imanit, apo? Po 5 po i beson, vetëm njërës nuk po i beson, nuk quhet njeriu musliman. Andaj, kushti në esencë dhe në atë ibadet dhe në atë vepër, në qofse i ka ai ibadet 10 kushte, po njëra në qofse nuk ekziston, atëherë ai ibadet nuk është i pranuar dhe nuk quhet ibadet dhe nuk quhet adhurim. Është i refuzuar prej anës së Allahut subhanahu wa taala. E ne jemi duke jetuar në këtë botë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe jemi të urdhëruar me praktiku fenë e Allahut azza wa jall, ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala, e jo çish kërkojmë pra ne dhe epshet tona. Kushti i parë i mbulesës së femrës muslimane është që mbulesa
me qenë komplet me ambulu trupin. Komplet me ambulu trupi i femrës muslimane. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ja ejuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alejhinne min jalabibihin, dhalike edna an ju'rafne fela ju'dhejn, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Urdhën i Allahu ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është urdhën i besimtarëve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: O ti pejgamber, thuaju grave tua dhe vajzave tua dhe grave besimtarëve që ti mbulojnë trupin e tyre me gjilbab komplet, me një mantil që mbulon komplet trupin. Kjo është më mirë që ato të njihen dhe mos të shqetësohen. Allahu është falës dhe mëshirues. Allahu azza wa jalla urdhëron pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ti urdhëroj gratë e tij dhe vajzat e tij dhe gratë besimtarëve që ta mbulojnë komplet trupin e tyre, ato gra, kështu që të njihen. Prej kujt të njihen dhe të dallohen prej robreshave. Prej robreshave, sepse robreshat në gjahilijet edhe femrat në gjahilijet kanë pas një farë mbulese. A dini se kanë pas mbulesën në kohën e gjahilijet? Nuk kanë qenë të zhveshur, sikur se shka po zhvishen sot femrat në këtë periudhë. Jo. Kanë qenë të mbuluara në atë kohë shumë ma shumë se sa këto femrat që janë të zbuluara sot. I kanë pas një mbules në kokën e tyre, qafat i kanë pasur të qelura. Qafat i kanë pasur të qelura. Dhe po ashtu, kratë nuk i kanë pas komplet të mbuluara, deri në gjysën e krave. Edhe po ashtu këmbët, pra nuk i kanë pasur komplet të mbuluara, por nuk kanë vesh, sikur se sot që ka veshin ta shëquajtura mini, fustana mini. Nuk kanë pas kësi lloj fustana në atë kohë. Kanë qenë deri poshtë i kanë pasur fustana, por jo tër këmbën. E në atë kohë, edhe robreshat që kanë qenë, pra shërptoret në atë kohë, i kanë pasur edhe këto zojat, pra gratë e besimtarëve, të rrobat i kanë pasur të njëjta. Allahu azza wa jall gratë e besimtarëve i ka urdhëruar që të mbulohen me këtë mbulesë. Ka thënë kështu që të dalloni prej atyre robreshave dhe shërptoreve. E kështu që ju mos të shqetësoheni nga burrat e huaj. Femra kur të mbulohet, atë që e thash më herët, vet mashkulli nuk e shqetëson. Pse? Ajo nuk është provokative. Mashkulli ka natyrshmëria e tij, po për fat të keq që e ka prish domethënë atë natyrshmërinë, dhe shejtani vjen e thot këqyre këtë, se kjo është provokuese. Femra me veshën e saj, kur ta sheh se si është e zhvesh, atëherë domethënë bëhet provokim automatikisht për mashkullin. Dhe ndodhin probleme të jo parapara, sikur se çdo ditë, çka po i shohim edhe po i ndijm këto probleme. Allahu na shpëtoft popullin ton prej problemeve dhe prej gajleve të ndryshme. Ka thënë Imam Kurtobiu, thot gjilbab, me të cilin është urdhëruar femra muslimane që të mbulohet, është thot një pjesë e teshës, pra si mantil, që e mbulon komplet trupin e femrës muslimane, kështu që mos të shihen bukurit e saja, e asaj femre, dhe nuk është kështu pra ajo provokuese për mashit e huaj. Kushti i dytë është që mos të duken stolit e saja. Me anë të teshave mos të duken stolit e saja dhe zbukurimet e trupit.
me anë të mbulesës Allahu Azza wa Jall ka dashur që më mbulu komplet femra muslimane dhe mos të shihen zbukurimet e saj. Sepse zbukurim i femrës, nëse duke ndonjë zbukurim i femrës, atëherë është provokim për mashkullin. Ka thënë Allahu Azza wa Jall wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dhe ato femra pra mos i tregojnë, mos i zbulojnë stolit e tyre përveç se çka shifet nga jashtë. Nga jashtë çka shifet, domethënë komplet mantili i saj vetëm. Kurse thot Imam Kurtubiu, thot më dok unazat e saj pra nuk lejohen, më dok qaforja e saj, qoftë edhe për mi mbules me qit, nuk bën. Pra ka veç ta zom dorza. Një grua mbuluar, ka veç dorza. Për mi dorza me qit unaza, me qit bilizike, është ndaluar. E ka ndalu këtë gjë Allahu subhanahu wa taala. Pra këto janë, duhen të jenë të mbuluara me gjilbabin që ka e vesh komplet. E treta, kushti i tretë. Teshën që ka e vesh një motër muslimane, duhet me qenë e gjanë jo e ngusht. Me qenë e gjanë jo e ngusht. Kështu që mos të duket trupi i saj dhe pjesët e gjymtyrëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ardhur një lloj mantili, pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një lloj gjybe, një lloj teshe me vesh. Ja ka dhënë shoku ti. Edhe ai ka pyetur ku i ki thot ti këtë mantil që ta dhash mantili prej koptëve të Egjiptit. Thot atë thot tesh thot ja kam dhënë thot dhuratat grua sime. Thot shiko, thot le të vesh edhe nërto, le të vesh tesha, se frigom që mos të shihet diçka ose mos ja definoj trupin e saj. Pra, është qëllimi që mos të duken forma e trupit dhe gjymtyrët e saj. Pra me një tesh të gjanë e jo të ngusht. E katërta, kushti i katërt, mos me qenë e të dukshme. Veshën që ka e vesh, motra muslimane, mos me qenë e të dukshme. Pra, ndalohet në qofse i duket pra pjesa e mishin nga jashtë, ose i duket do më thënë qafa ose ndonjë pjesë tjetër e trupit. Pra duhet me qenë ai mantil i trash që ja mbulon komplet trupin dhe nuk duket, do më thënë ajo tesh ka është nërto. Edhe nuk i duken zbukurimet e saja si bilizike apo diçka tjetër. Pra, një tesh që ja mbulon komplet trupin e saj dhe që nuk është e të dukshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dy grupet e njerëzve janë prej banorëve të xhenemit, nuk i kam pa akoma. Thot një grup janë ata të cilët kam gjik si kur bishta të lëvëve e i rahin njerëzit në për rrugë. Janë prej banorëve të xhenemit. Kush janë ata? Që i rahin njerëzit në për rrugë, qohet një populli qohet për shkak urris. Me bë protesta, kërkojnë ushqim, kërkojnë bukë, nuk kanë rroga, dalin domethënë policët i rrahin ata, njerëzit të pafajshëm i rrahin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur këta prej banorëve të xhenemit. Pse? Sepse me imshu një njeri të pafajshëm do të përgjigjesh para madhrisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është mëkat i madh tek Allahu azza wa jall. Për le të kenë frikë ata njerëz të cilët punojnë në për institucione përkatëse si në sigurime të ndryshme ose punojnë sikur policë e t'i rrafin njerëzit e pafajshëm. Vetëm se vetëm i ka ardhur urdhra ashtu të mëshoj, pa marrë parasysh, nuk e shikon mo, a është i fajshëm apo i pafajshëm. I mshojnë me rend njerëzve. Kinse, po e mbrojnë domethënë rendin dhe ligjin. Rendi dhe ligji është rendi dhe ligji që ka bërë ligj dhe rend Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu thot pejgamberi grupi tjetër që nuk i kanë pa,
e janë prej banorëve të xhenemit gratë, të cilat janë të mbuluara, të zbuluara, të shtrembëruara dhe i shtrembojnë të tjerat. Kokat e tyre janë sikurse gungat e deveve. Thot këta dy grupet e njerëzve nuk do të hyjnë xhennet, as nuk do t'ja ndin erën e xhennetit, e me qenë se era e xhennetit shpërndahet kaq edhe kaq, thot shumë të shpërndahet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për këto gra, ka thënë të mbuluara, të zbuluara. Ajo ka vesh një veshje që konsideron veten e mbuluar, jo mbulu. Kurse në realitet është e zbuluar, sepse i dokën pjesët e trupit, i dokët krau, koka, fytyra, këmba, nuk di çka, e zbukuruar. Kjo është pra e zbuluar. Në fen islame kjo grua quhet e zbuluar, nuk është vetëm zhveshja totale lakuriç, zbulim. Zbulim është nëse ndonjë pjesë e trupit dokët tek meshku i tjerë, edhe kjo quhet zbulim i trupit në fen islame. Dhe ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i bëjnë pra kokat e tyre me frizura, e ka për qëllim se si ka pa, domethënë kështu nuk ka pas në kohën e xahiliyetit, i bëjnë domethënë flokt në mënyra të ndryshme, sikurse gunga e deveve, e i ka quajtur se janë prej banorëve të xhehenemit. Allahu na ruajt, dhe Allahu na përmirësoft neve dhe gratë muslimane që të kthehen në rrugën e drejtë e mos të mashtrohen mas modave të ndryshme të kësaj bote, sepse kjo botë kalon shumë shpejt. Kushti i pestë. Kushti i pestë është që një grua kur të del nga shtëpia, teshat e saj mos të jenë të parfymosura. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur të del dikush nga ju për shtëpisë së saj, e qofse shkon për në xhami me fal për namazin, ajo grua, do të atëherë mos t'i parfymos teshat e saj. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë tjetër i ka mallkuar ato gratë të cilat parfymosen dhe dalin në rrugë, sepse era e parfimit po ashtu është të provokues për mashkullin. Kushti i gjashtë, mos t'i përgjasoj me veshje meshkujve. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, thot, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka mallku ata burra të cilët i përngjajnë grave me veshjet e tyre, dhe ato gra të cilat me veshjet e tyre i përngjajnë burrave. Pra, veshja e gruas nuk bën që ti përngjaj veshjes e burrave. Nuk bën që ajo të vesh pantallona. E ka vënë një shami dhe vesh pantallona dhe thot se jam mbuluar. Jo, nuk është. Pe kushteve të fesë islame dhe të mbulesës se një muslimane është që ajo të vishe dhe të mbuloj komplet trupin e saj me një mantil. E jo të vesh pantallona. Edhe me qenë se thot, jo, i kam vesh pantallona të gjana, nuk di çka, nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku, andaj i themina, oj ti motër muslimane, a ke qef që me të mallku? Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kone mallkon pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u kryma puna ati personi, është larg mëshirës së Allahut subhanahu wa taala, është i ndëshkuar që të dënohet me zjarr të xhenemit. Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e pranuar tek Allahu azza wa jall. Andaj i themi motrës muslimane, mos u bën prej atyre të mallkuarave, që i ka mallku pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Veshu që ka urdhëruar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, mbuloje komplet trupin tënd. Për fat të keq, motrat muslimane sot po ndjekin modën. Gra të prishura, ka gra të prishura,
Dhe ka gra që nuk janë fare muslimane, janë krishtere, ose i gra qifute, vizatojnë moda të ndryshme të veshjes islame. Dhe asin njerëz ka që i qepin ato veshje edhe i veshin muslimanet sot për fat të keq. Ne për me mbrojt vetën tonë është e lehtë. Një femër muslimane për me mbrojt fenë e saj është e lehtë, pse i ke ligjet edhe mbaroj puna. Ato sa dojnë në ti qesin dhe në ti reklamojnë. Nuk duhet me vesh femra muslimane atë veshje. Reklamat të ndryshme, kinësit të ashtu quajtura, havale. Në qofë se një femër me mbulesën islame që ka evnon, ajo zbukurot edhe më tepër se sa me qenë e zbuluar, atëherë çfarë do më thënë ka mbulesa? Ti në qofë se me veshjen tënde, pa i themi asaj motrës muslimane, ti në qofë se me veshjen tënde motër muslimane, bëhesh ma provokatore, se sa kur je e zbuluar, çfarë do më thënë ka atëherë mbulesa jote? Mbulesa është me i largu shiqimet e meshkujve prej teje, pra me mbulu trupin e saj, e jo me e bo, do më thënë, shamien në format të ndryshme, jo i qesin, do më thënë, voth të jashtë, jo nuk di qka si e lidh shamien, jo bon kurdelat të ndryshme, e nuk di qka, dikush, prej grave, e vënën mbulesën edhe shamien edhe zbukurot me shami, sepse po me dal me shami, trishtohet me pa ndo një burse, flokët hiç nuk i ka të mira dhe të bukra. Atëre qka, e vënën shamien dhe për mu zbukuru ma shumë. Këtë Allahu Azza wa Jall nuk e don prej saj dhe nuk e pranon këtë veshje, sepse kjo është zhveshje në termin e fesë islame, kjo quhet zhveshje. Andaj nuk bën me veshjet e tyre, me vesh badi, veshin badi të ngushta, bluzat të ngushta të ndryshme, breshka është ma çudi, do më thënë, me monte shkurta e shamin kokë, kjo çfarë kuptimi ka? Ose ka vesh helanka të ngushta, farmerka të ngushta, e nuk di qka, me tyli fartoja, me tyli fart gjepa ato farmerkat, edhe mbulesën kokë. Me vesh uniforma ushtarake të ngushta, edhe pastaj shamin kokë, edhe unë jam mbuluar. Veç je duke mashtru vetën tënde, se kjo mbules nuk pranohet tek Allahu dhe ti je zbuluar, andaj pendohu tek Allahu subhanahu wa taala, i motër nderuar. Pendohu tek Allahu Azza wa Jall dhe ndreqe dhe përmirësoje veshjen tënde, sepse kjo jetë është e shkurt. Shumë kushi, të thojnë prej grave, shumë e heshme je bo, shumë pas ka hije, shumë nuk di qka, e vetëm rri kështu, të mashtrojnë. Ato i ka mashtru shejtani. Dhe ato vinë pastaj drejt e ti. I ka dërgu shejtani, kurse ti krahasoje veshën tënde me këto kushte që ka po i përmendim. Këto janë kushtet e Allahut dhe të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e nuk janë kushtet na që i kemi vënu. Kushti i 7, me veshjen e saj motra muslimane nuk bën me i përngja dhe i përgjasu grave qafireve, pra grave pabesimtare. Nuk bën me i vesh ato veshje dhe me i përngjasu atynve, sikur se ato që zhveshen, edhe kjo me u vesh. Pra, sot e hap televizorin, e shikon se çka ka vesh, do më thato me revija të modës të ndryshme, i shikojnë, edhe veç ka, veç e vënën një mboles, e nërë është sikur se e veshte, sikur se ato pabesimtaret. Edhe me ndonë se me këtë veshje, unë e kam bo pra një veshje islame dhe jam muslimar, pretendon se është veshje e islamit kjo. Pra ndaj, motra muslimane me veshjen e saj nuk bën me i përgjasu veshjeve të grave pabesimtare. Kushti i 8 dhe i fundit, mos me qenë veshja e femrës muslimane, veshje e modës, veshje që i tërheq shiqimin e njerëzve, një veshje me ngjyra lara që don me këtë do më thonë më u krenaru para njerëzve. Atë veshje shka përbojnë sot femrat muslimane,
sikur se kur po shkojnë domethënë për darsma. Po shkojnë në përdarsma edhe mendojnë se në atë ditë domethënë lejohet me i vepru edhe me u vesh sikur se kur më herët. Thu që atë ditë me laqet e Allahut Azza wa Jall nuk i shkruajnë mëkatet e tyre se çka bëjnë dhe se si vishen. Andaj gratë muslimane shkojnë në përdarsma. Shkojnë në përdarsma, aty i shërbejnë burrat e huaj. Ajo është vesh sa më keq. Sipas Islamit, sa më keq. Sipas burrave të huaj, thot shumë miru pas ka veshe. Mos i përmendi terma domethënë se çka i përdorin ata fasika dhe ata xahila. E mendon që jam unë e veshne me veshen islame. Është zbukuru, dhe është ly, dhe është ngjy, e me bilizika të ndryshme, dhe me dukat të ndryshëm, dhe shamin e ka bo në formë domethënë të ndryshme, se kjo më zbulu, thosh me i hek këto më vesh sikur se tjerat, nuk bëhet aq domethënë e shikuar se sa kur është domethënë kur i ka bo këto efekte të ndryshme. Andaj, Islami nuk e don këtë. Nuk don kështu. Nuk don që një femër muslimane kur shkon dikun ajo me i largu domethënë veshën e saj islame çka i ka urdhën e Allahut subhanahu wa taala e me veshje të ndryshme dhe me ngjyra të ndryshme që i tërheq shiqimin e njerëzve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men levise libase shuhratin fi dunya, albasahu Allahu thawba madhallatin yawm al-qiyamah, thumma alhaba fihi nara." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e vesh një veshje, më u krenaru me atë veshje dhe me i shiqu njerëzit tjerë të gjithë. Thot Allahu Azza wa Jall do ta vesh në ditën e Kiametit me veshje të nënçmimit, të poshtrimit, dhe pastaj do ta djeg veshjen me atë njeri Allahu subhanahu wa taala. Do t'ia vnoj flakën asaj veshjes Allahu subhanahu wa taala. Andaj, oj motër besimtare, ti e cila je mbulu, e kurse në realitet je zbuluar sipas fesë Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këshill që mos t'i veshni këto veshje, qoftë edhe në përgëzime, se po shkoni në ato vende ku po ka domethënë edhe mahshi, dhe ku po ndëgjohet muzika, dhe ku po hidhrohet Allahu subhanahu wa taala. Femrat muslimane po shkojnë në mesin e grave ku janë thujase totalisht të zhveshura, e po tranohen në ato vende, e po kthejnë dhe po hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala në forma të ndryshme dhe muzika të ndryshme dhe po ashtu burra të ndryshëm, kamarier të ndryshëm të cilët po i shërbejnë këto në vende ku e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Më mirë është që qëndro tek shtëpia yte dhe mos e hidhro Allahun subhanahu wa taala e mos shkon në atë gëzim, sepse ai gëzim që është gëzim tek njerëzit do të kthehet dhe do të shndrohet në pikëllim dhe në dëshpërim në ditën e Kiametit. Mos i prish punën me Allahun subhanahu wa taala. E me shku në ato vende ku e hidhron Allahun azza wa jall. Më mirë në të hidhrohet tërbota e mos të hidhrohet Allahu im. Sesa me hidhro Zotin tim e me a bo qefin e njerëzve. Ata njerëzve ja ke bo qefin, nesër të shajnë. Nesër të shajnë dhe nesër të lojnë. Në ditën e Kiametit do të shkon tek ata, thosh po motër e kam pas, o motër mule ndihmom, thot nuk të njoh. Bab të kam pas, kom prezentu tek vllau im, në darsmën e vllaut kom shku, e je vesh kështu, vllau yt në ditën e Kiametit do të largohet prej teje motër besimtare. Ka mu largu prej teje. Edhe vllau ka me të lën, edhe baba ka me të lën, edhe djali ka me të lën, të gjithë do të ikin, e nëna ka me të lën, e jo më të afërmit tjerë shka i ki, ose kojshit, ose do më thënë njerëzit edhe më larg. Të gjithë më të afërmit shka i ki në ditën e Kiametit kanë me të lën edhe kanë me ik. Andaj, mos e hidhro Allahun subhanahu wa taala. Ktheu veshjes islame, sepse ditët e caktuara i kemi në këtë dynja. Si mos jam vesh me mod të caktuar, e si mos jam zhvesh, nuk është bë punë e madhe para syve të njerëzve dhe para kësaj bote. Por, në qoftë se zhvishem, dhe në qoftë se nuk vishem shumë ka thënë Allahu, atëherë kjo punë është shumë e madhe tek Allahu azza wa jall dhe
do të ndëshkohet ajo femër e cila nuk e praktikon urdhën e Allahut dhe urdhën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të mbuloj femrat e muslimanëve, ja bëj të mundshme dhe të binden ato të kushtet e fesë islame dhe të mbulojnë ashtu që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu na fal mëkatet. Allahu na udhëzoft neve dhe familjet tonë në rrugën e drejtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allah shpëlbeft